Banka Qendrore e Kinës është një nga institucionet më të rëndësishme të Këshillit të Shtetit dhe tani që Kina po përballet me ngadalësimin e rritjes së saj ekonomike, banka ka një rol kryesor për hartimin e politikës së saj monetare. Ndërkohë, në një nga programet më të rëndësishme ekonomike të vendit është ai propozuar nga presidenti Xi Jinping, një brez, një rrugë, i cili lidhet me brezin ekonomik të rrugës së Mëndafshit dhe që pritet të përfshijë edhe Shqipërinë. Gjatë dy sesioneve, pra mbajtjes së Asamblesë Kombëtare Popullore dhe Konferencës Konsultative Politike, pritet të merren një sër vendimesh të rëndësishme që lidhen edhe me këtë program ekonomik, një brez, një rrugë. Diplomacia e Kinës në vitin 2015 do të përqendrohet për të nxitur përparimin e nismës Brezi dhe rruga, tha ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi në kuadër të sesionit të tretë të legjislaturës së 12 të Asamblesë Kombëtare Popullore të dielën. Fjala kyçe për diplomacinë e Kinës në vitin 2015 është një fokus dhe dy tema kryesore. Duke ju referuar fokusit për përparimin e nismës Brezi dhe rruga, Wang tha se Kina do të përmirësojë më tej politikat e komunikimit me vende të tjera dhe do të zgjerojë konvergjencat e ndarjes së interesave dhe zbuloj fushat e bashkëpunimit me interes të përbashkët. Edhe ministri i tregtisë i Kinës, Gao Hucheng, shpjegoi përpara gazetarëve rëndësinë që ka nisma Brezi dhe rruga. Një brez, një rrugë është nismë e Kinës. Ajo nuk është përjashtuese, por e hapur për të gjithë vendet. Në këtë nismë, mbi mënyrën e zhvillimit të zgjedhur nga çdo vend nuk ka standard. Vendet, rajonet dhe organizatat që dëshirojnë të antarësohen mund të marrin pjesë në zhvillimin e këtij propozimi, ndërtimi dhe gëzimit përbashkët. Qëllimi është përmirësimi i lidhjeve infrastrukturore, ndërtimi i korridoreve toksore ekonomike dhe vendosja e shtyllave për bashkëpunimin detar. Kina gjithashtu do të përmirësojë shkëmbimet kulturore dhe ato midis njerëzve, si edhe do të shpejtojë bisedimet për zonat e tregtisë së lirë. Iniciativa Brezi dhe rruga e paraqitur për herë të parë nga presidenti Xi Jinping e ka frymëzimin tek rruga e lashtë e Mëndafshit, pjesë e së cilës ishte edhe Shqipëria. Brezi dhe rruga pritet të japë një frymëmarrje të re ekonomisë kineze, e cila tani ka hyrë në një gjendje të re normale. Duke ju referuar Asamblesë Kombëtare Popullore, kryeministri Li Keqiang tha se rritja ekonomike për këtë vit do të jetë rreth 7%, me ulta për një çerek shekulli. Li tha se nevojiten reforma më të dhimbshme për të siguruar një rritje ekonomike më të qëndrueshme. Presioni i rënies ekonomike i Kinës është intensifikuar dhe problemet e rrënjosur thellë në zhvillimin ekonomik të vendit janë duke u bërë më të dukshëm. Vështirësitë me të cilat përballemi këtë vit mund të jenë më të mëdha se vitin e kaluar. Në të njëjtën kohë, zhvillimi i vendit tonë është ende në një periudhë me mundësi të rëndësishme strategjike, ku ne mund të arrijmë më shumë, ka potencial të madh, aftësi ripërtëritse dhe hapësirë për të manovruar. Brezi dhe rruga është nisma e propozuar nga presidenti kinez Xi Jinping në shtatorin e vitit 2013. Ajo nënkupton brezin ekonomik të rrugës së Mëndafshit dhe rrugën detare të Mëndafshit në shekullin e 21. Kjo nismë është ndërtuar mbi shtrirjen e rrugës së lashtë të Mëndafshit, e cila ishte rruga tregtare që lidhte Kinën me Afrikën dhe Europën.